të rrëzohej qeveria Kurti, unë dola në krah të kryeministrit dhe ajo shënoi një kthes do të thoja historike në historinë politike të Republikës së Kosovës, sepse jo vetëm që u bashkuam rreth një kauze, por edhe votat tona u bashkuan, sepse si rezultat me 14 shkurt 2021 ne morëm diku 440.000 vota bashk. Dhe kjo rezultoi pastaj bazuar në diskutimin tonë, sepse edhe atëherë kemi pasur diskutim, marrëveshja me Shkrim ka qenë për parime, që kryeministri u zgjodh kryeministër edhe me ato votat përbashkëta që i morëm, unë u zgjodha presidente dhe u thoqëm këtë vend së bashku. Dhe tani para se të dalë unë publikisht. Por fituat bashk. Absolutisht. Absolutisht. Para se të dalë kësaj radhe, në këto zgjedhje, e ndihmuat apo fitoi pa ju? Nuk do të doja të hyj në ato vlerësime, qytetarët, votuesit e din shumë mirë se cili ishte koncepti politik, cila ishte kauza politike, cila ishte pasqyra për të cilën votuan ata. Dhe besoj për gjatë këtyre diteve e kam bërë këtë vullnet jashtëzakonisht të qartë. Arsyeja pse unë kam dalë publikisht në fund të këtij viti dhe kam thënë që synoj në qofse është vullneti i deputetëve dhe vetëm qofse është vullneti i deputetëve që të rikandidohem sërish, e para ka qenë vullneti i madh qytetar. Mira qytetar të cilët na kontaktonin në baza javore, që kërkonin që të rikandidohem për shkak të punës në veçanërisht në fushën e politikës së jashtme, por edhe në fusha të tjera të ndryshme. Arsyeja e dytë ka qenë zotimi i vetë kryeministrit Kurti se do të më përkrahte në një kauzë të tillë, e cila është në interes të Kosovës, duke kualifikuar vetë që bashkimi ynë si binom është diçka për të cilën ka interes Republika jonë akoma. Ky është një angazhim publik i kryeministrit? Në takimin tonë, po flas për diskutimet tona që i kemi pasur. Kryeministri ju ka thënë që ju do jeni president? Po, që ne do të vazhdojmë bashkë si ky binomi që i dha shpresë Kosovës, duke e vlerësuar punën time deri në superlativ, duke thënë je presidentja më e mirë në shekullin 21.